përshëndetje, urime në radhë parë gjithë qytetarëve të Perizajt dhe qytetarëve të Republikës. Unë sapo përfundova votimin së bashku me bashkëshortën dhe djalin tim. Uroj që edhe gjithë bashkëtarët e Perizajt, po edhe të Republikës ta bëjnë të njëjtën gjë, pasi që është dita e tyre, dita e vendimit të tyre, dhe ta shfrytëzojnë një botë të tillë të bukur në këtë diellë të bukur, që sa më masovikisht të dalin në zgjedhje. Unë përgëzoj gjithë autoritetet që kanë për qëllim të sigurojnë mbarvajtje të mirë të procesit zgjedhor, sepse sigurisht se ju ka raqë të zgjohen herët. Uroj që edhe ata ta kalojnë me mbarësi edhe mirë këtë proces zgjedhor. Zatën edhe kanë treguar gjatë gjithë këtyre proceseve zgjedhore që pikuria qytetare dhe pikuria e autoriteteve të tilla ka dëshmuar se kanë zhvilluar procese të mira dhe unë po besoj se gjithçka do të shkojë mirë. Vetëm uroj që qytetarët të dalin dhe liderët politik të japin fundin odisejadës së krijimit të institucioneve duke shfrytzuar këtë ditë të bukur dhe duke respektuar rezultatet zgjedhore. Do doja të ishte ashtu dhe unë po besoj se pas një cikli të gjatë zgjedhor dhe duke qenë se qytetarët e Republikës e kanë kryer në mënyrë shembullore dhe vazhdueshëm detyrën e tyre, unë uroj që me të njëjtën pjekuri politike dhe demokratike siç kanë vepruar qytetarët të jenë edhe liderët politik të zgjedhur nga ky besim qytetar. Pra duhet të jenë në një koherencë të plotë me atë që po manifeston qytetarët. Në të kundërtën unë po besoj se do të zhgënjen qytetarët dhe nuk do të doja që të zhgënjen qytetarët e në mënyrë të veçantë të dalim edhe një herë në një proces zgjedhor të paralajmëruar nga nëntori apo dhjetori i këtij viti që do të ishte e dëmshme për shtetin, për Republikën, për ekonominë e vendit, për kursimin e paras publike, por mbi të gjitha edhe një mund tepër për qytetarët e Republikës. Ju falenderoj. Ditë mbarë edhe për juve dhe për gëzime për punën edhe të juaj.